Mos e le derën e mbyllur me telefonin e vetëm fëmiju në dhomë. Për çfarë arsye? Për arsye se ki përgjegjësi para Allahut Azza wa Jall. Ki me dhanë llogari se ai fëmijë nuk di, dhe ai nesër ty do të fajson, dhe ai ka me drejt, se ai nuk e di. 5 vjeçari nuk e di, 10 vjeçari nuk e di. Ai qëndron 1 orë, 2 orë, 3 orë dhe i përcjell, ai nuk e di. Ama në mendjen e ti është fut thellë ndikimi që pasojat mund t'i sheh ma vonë. Kush është këtu fajtori? Fajtor është fëmiju i vogël? Jo, fajtor nuk është fëmiju i vogël. Kush është fajtor? Fajtor është ai prind i cili mendon se mi abo kushtet fëmijut, i ke dal hakut edhe u kry. E përgjithësia në aspektin e moralit, tërbijes, edukimit, sheriatit, fesë Allahut Azza wa Jall, ajo është krejt një temë tjetër. Ne jemi jashteme, komplet jashteme. Ne po flasim për diçka tjetër. Ky është obligimi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi. Krejt fëmijëve të dunjas nuk mundesh mi andal. Fëmiu tan mundesh.